Qeveria e Spanjës ka ndërmarrë një hap të rëndë me ndikimin e gjerë në politikën e migracionit, duke hapur rrugë për legalizimin e shumë emigrantëve që deri më tani kanë jetuar pa dokumente në territorin spanjoll. Vendimi u bë publik nga ministra e migracionit Elma Saiz pas miratimit të mbledhjes në kabinetin qeveritar. Sipas saj, nis pasynon ndërtimin e një modeli emigracionit të bazuar në respektimin e të drejtave të njeriut, duke ofruar emigrantëve siguri ligjore, mundësi integrimi dhe qasje të barabartë në shërbime. Saiz theksoi se emigrimi nuk është vetëm sfidë sociale, por edhe një faktor me ndikimin pozitiv dhe zhvillimin ekonomik të vendit. Nga ana tjetër, kryeministri Pedro Sánchez e mbrojti këtë politikë si një domosdoshmëri për ekonominë spanjolle, duke argumentuar se vendi po përballet me mungesë të theksuar të fuqisë punëtore dhe me plagjen e popullsisë, çka rrezikon funksionimin e sistemit të pensioneve dhe të shtetjes social. Procedura e legalizimit do të përfshijë emigrantët që kanë hyrë në Spanjë para datës 31 dhjetor 2025, me kushte të mos kenë precedent penal dhe të kenë qëndruar të paktën 5 muaj në vend. Prania e tyre do të mund të provohet përmes dokumentave si certifikata mjekësore, kontratë qiraje, transferta bankare apo bileta udhëtime. Aplikimet do të pranohen deri me 30 qershor dhe masat do të zbatohen përmes një dekreti mbretëror, duke shmangur nevojën për miratimin parlamentar. Në një kohë kur shumë vende të tjera perëndimore, përfshirë Shtetet e Bashkuara dhe disa shtete të Bashkimit Evropian, po shpërsyejnë politikën ndaj emigrantëve, Spanja duket se ka zgjedhur një qasje më përfshirëse, duke e pozicionuar si një kundërmodel në debatet mbi migracionin. Së bashku me Italinë dhe Greqinë, Spanja mbetet një nga pikat kryesore të mbërritjes së emigrantëve në Europë. Sipas të dhënave të Institutit Kombëtar të Statistikave, në vitin 2025 në vend jetonin rreth 9.8 milion persona të lindur jashtë Spanjës, afër 20% e popullsisë totale.